تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. O ju robërt Allahut, dijeni se Islami ndërtohet mbi 5 shtylla madhështore dhe shtylla e parë përbohet nga 2 pjesë: dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmia se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Dikush mundet me thënë, pse këto 2 dëshmi janë bërë një shtyllë vetme dhe nuk janë bërë 2 shtylla? Sepse vlefshmëria e të gjitha veprave ndërtohet mbi këto 2 dëshmi. Dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut përfshin sinqeritetin, ndërsa dëshmia se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut përfshin pasimin e tij dhe çdo vepër me të cilën njeriu afrohet tek Allahu nuk pranohet veç se me këto 2 kushte: sinqeriteti për Allahun dhe pasimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Do të ndalemi te dëshmia se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. A është vallë kjo vetëm një dëshmi që shqiptohet me gjuhë, apo ka kërkesa dhe detyrime që duhet të plotësohen? Po o robërt të Allahut, kjo dëshmi kërkon disa gjëra. Prej tyre, e para, të besosh atë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo gjë që ka lajmëruar, në mënyrë që njeriu të mos ketë asnjë dyshim në atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar. E dyta, ti bindesh urdhrit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe të mos kemi asnjë hezitim në të. E treta, të shmang atë që ai e ka ndaluar, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar pa asnjë hezitim, dhe të mos thot kjo nuk është në Kur'an, sepse atëherë do të shkatrohet, pasi ne themi çdo gjë që ka ardhur në sunet, Kur'ani ka urdhëruar pasimin e tij. E katërta, të mos jap përparësi fjalës së asnjë njeriu ndaj fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi këtë bazë nuk lejohet të japish përparësi fjalës së filanit, një prej imamëve të muslimanëve, ndaj fjalës së të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, sepse si ti, ashtu edhe imami, jeni të obliguar ta ndiqni të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. E pesta, të mos shpik në fenë Allahut atë që nuk e ka sjellë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, qoftë në besim, në fjalë apo në vepër,
dhe mbi këtë bazë të gjithë bidatçit nuk e kanë realizuar dëshmin se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, sepse ata kanë shtuar në legjislacionin e tij atë që nuk është prej tij dhe nuk janë sjell me edukat ndaj të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. E gjashta, të mos shpik në të drejtën e tij sallallahu alaihi wasallam atë që nuk është prej saj, dhe mbi këtë bazë ata që shpikën festimin e Mevludit, ditëlindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë të mangët në realizimin e dëshmisë se Muhammedi është i dërguari i Allahut, sepse realizimi i saj kërkon që të mos shtosh në shariatin e tij atë që nuk është prej tij. E shtata, të besosh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk posedon asgjë nga rububies, do me thonë, nuk i drejtohen lutjet atit, as kërkesat, e as nuk kërkohen ndihmë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E teta, respektimi i fjalëve të tij sallallahu alaihi wasallam, që hadithet e tij sallallahu alaihi wasallam të mos vendosen në vende të papërshtatshme, sepse kjo është një lloj përçmim. Tani secili prej nesh duhet t'i marrë këto 8 pika të lartë përmendura dhe me syrin e vetë kritikës ta peshoj vetën, a jam unë nga ata që i plotësojnë këto kërkesa dhe detyrime. O robi Allahut, përgatitu sot dhe bëj llogari me vetën sot, sepse nesër para Allahut do të merresh në llogari. Dije se të pret një udhëtim i gjatë dhe pa kthim. Përgatitu për ditën për të cilën Allahu i lartësuar ka thënë: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Ditën kur nuk bën dobi as pasuri as fëmijët, përveç atij që vjen tek Allahu me zemër të pastër. Qala Abu Uthman an-Naysaburi: "Huwa al-qalbu al-khali min al-bid'ah al-mutma'innu ila sunnah." Cila është zemër? Ajo zemër e pastër është ajo zemër që është e pastër nga bidati dhe e qetë, e sigurt në sunnet. Pyet e vetën, a është zemra jote e tillë? Dëgjoj me vëmendje çfarë thot ky imam i madh Ibn Rajab el-Hanbali rahimahullah për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Suneti i përsosur i plot është rruga e pastër nga dyshimet dhe epshet, siç kanë thënë El Hasan el Basri, Yunus ibn Ubayd, Sufjan dhe Fudejli e të tjerë. Dhe janë transmetuar hadithe nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe transmetime nga sahabët dhe tabiinët që nxisin kapjen pas sunnetit, vlerën e tij dhe vlerën e pasuesve të tij, veçanërisht në kohën kur prishen njerëzit dhe shfaqen bidatet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa innahu man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan kathiran fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: me të vërtet, ai që do të jetoj pas meje do të shoh shumë mos pajtime. Prandaj kapuni pas sunnetit tim dhe sunnetit të halifeve të drejtë të udhëzuar, mbajuni fort pas tij dhe shtrengojeni me dhëmball dhe ruajuni nga risi në çështjet e fesë, sepse çdo risi është bidat dhe çdo bidat është devijim. Transmeton po ashtu sahabiu i nderuar Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Laqad taraktukum ala al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik." Ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam: "Ju kam lënë në një rrugë të qartë, nata e saj është si dita e saj,
nuk devion prej saj askush përveç se i shkatruari. Rruga është e qartë dhe sqaruar në përpikmëri, por aketi gatshmëri, por aketi Abdullah gatshmëri për ta ndjekur këtë rrugë. Dije se kundërshtimi i kësaj rruge ka përfundim të hidhur në shkatrim. Thot Allahu i lartësuar: "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kush e kundërshton të dërguarin, pasi që jo është bërë e qartë udhëzimi dhe ndjek një rrugë tjetër nga ajo e besimtarve, ne do ta lëmë atë në atë që ai ka zgjedhur dhe do ta fusim në xhehenem, dhe sa përfundim i keq është ai. Ebu Alia rahimahullah ka thënë: mësojni islamin dhe kur ta keni mësuar, mos u largoni prej tij. Kapuni pas rrugës së drejtë, sepse ajo është islami. Mos u devijoni nga kjo rrugë, as djathtas e as majtës. Kapuni pas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tuaj dhe ruajuni nga epshet. Ibn Wahbi ka thonë: ne ishim te Imam Maliku rahimahullah, duke e përmendur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Imam Maliku tha, sunneti është anija e Nuhut, sunneti është anija e Nuhut sallallahu alaihi wasallam. Kush hipën në të shpëton dhe kush mbetet pasaj mbytet. O robi Allahut, a do t'jesh nga të shpëtuarit apo nga të mbyturit? I mençuri di çfarë zgjedh për veten dhe për të dashurit e tij. Por dije se çështja nuk qëndron vetëm te shpresat, por patjetër kërkon vepra, edhe ajo vepra të mira. Thot Allahu i lartësuar: "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Kush shpreson takimin me Zotin e vet, le të bëj vepra të mira dhe të mos i shoqëroj askënd në adhurim Zotit të vet. Është pyetur Fudejl ibn Iyadi për fjalën e Allahut të lartësuar: "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala", për të ju provuar kush është më i mirë në vepra. Ai është përgjigj më i sinqert dhe më i sakt. Ju than: "O Ebu Ali, çfarë do të thotë më i sinqert dhe më i sakt?" Ai tha: "Nëse vepra është e sinqert, po nuk është e sakt, nuk pranohet. Dhe nëse është e sakt, po nuk është e sinqert, nuk pranohet, derisa të jetë e sinqert dhe e sakt. E sinqerta është ajo që bëhet për Allahun, ndërsa e sakta është ajo që përputhet me sunetin." Pra, në përputhje me sunetin, jo në përputhje me mahallën, me rrethin, me shoqërin, me rrethonat apo me interesat. Ka thënë Sahal ibn Abdullah Tusturi rahimahullah: kapuni pas transmetimeve të selefëve dhe sunnetit, sepse kam frikë se së shpejti do të vinë një kohë kur nëse përmendë një njeri që përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pasimin e tij në çdo gjë, në të gjitha situatat, njerëzit do ta qortojnë, do të largohen prej tij, do të distancohen nga ai, do ta poshtrojnë dhe do ta nënshmojnë. O robi Allahut, ndoshta i qortuar dhe i nënshmuar në sytë e njerëzve të epshit e bidatit, por i ngritur tek Allahu subhanahu wa ta'ala. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ruba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la barra." Ndoshta, ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, ndoshta një njeri flok shprishur, pluhurosur dhe i përbuzur të dyert, i padëshiruar nga njerëzit, sikur të betohen Allahun, ai do t'ja përmbushte betimin. Ka thënë shejhu jon, prindi jon, al-Allama Abdullah al-Bukhari: madhështia e pozitës së atij që kapet pas sunetit, edhe nëse njerëzit nuk e ndihmojnë. Ka thënë shejhul Islam ibn Taymija rahimahullah: edhe nëse një njeri mbetet i vetëm në ndonjë vend apo kohë,
duke mbajtur të vërtetën me të cilin ka ardhur i dërguari sallallahu alaihi wasallam, dhe njerëzit nuk e ndihmojnë, në këtë, por Allahu është me të, dhe ai ka hise, ai ka pjesë në fjalën e Allahut, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Nëse ju nuk e ndihmoni atë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu tashmë e ka ndihmuar atë kur jo besimtarët e nxorën, ndërsa ai ishte njëri prej dy vetave në shpellë, kur i thoshte shokut të vet, mos u mërzit, vërtet Allahu është me ne. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah thot, varësisht nga pasimi të dërguarit sallallahu alaihi wasallam vjen krenaria, mjaftueshmëria dhe ndihma, po ashtu varësisht nga pasimi i tij vjen udhëzimi, shpëtimi dhe suksesi. Allahu i lartësuar e ka lidhur, ja Abdullah, dëgjo, ja Abdullah, ai cili do për veten e tij lumturin, Allahu i lartësuar e ka lidhur lumturin e kësaj bote dhe botës tjetër me pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa humbjen e të dy botëve me kundërshtimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahal ibn Abdullah Tustari rahimahullah thot, askush nuk shpik diçka të re në dije, veç se do të pyetet për të në ditën e Kiametit. Nëse përputhet me sunetin, shpëton, e për ndryshe jo. Kurse shumica e hoxhallarve hallin dhe brengën e kanë, a përputhet fjala e tyre me epshet e njerëzve, a përputhet me lajmet aktuale, e si të marrin sa ma shumë pëlqime në internet. Valla mendojnë ata se si do të përgjigjen para Allahut. Imam Maliku rahimullah ka thonë, kush shpik në islam një bidat që e sheh si të mirë, ai veç se ka pretenduar se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka tradhtuar shpalljen, sepse Allahu subhanahu wa taala thot, el yawma akmaltu lakum dinakum, sot ju apërsosa fen tuaj. Prandaj ajo që atëherë nuk ka qenë fe, nuk mundet të jetë fe as sot. Allahu i lartësuar thot, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Jo, pasha Zotin tënd, ata nuk besojnë derisa të marrin ty për gjykues në mosmarrveshjet mes tyre, pastaj të mos ndjejnë në vetët e tyre kur fare ngushtim ndaj gjykimin tënd dhe të dorëzohen plotësisht atit. Po ashtu thot Allahu i lartësuar, innema kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasuli li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Fjala e besimtarve kur thiren te Allahu dhe i dërguari i tij që të gjykojë mes tyre, është vetëm të thonë dëgjuam dhe u bindëm, dhe pikërisht ata janë të shpëtuarit, dhe po ashtu thot Allahu i lartësuar, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina.
Nuk i takon asnjë besimtari dhe asnjë besimtare që kur Allahu dhe i dërguari i tij vendosin për një çështje të kenë zgjedhje tjetër në vendimin e tyre, dhe kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai ka humbur qartë në humbje të dukshme. Po ashtu Allahu i lartësuar thot: "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah inna Allaha shadidul iqab." Çfarë ju jepi dërguari, merreni atë, dhe çfarë ju ndalon, largohuni prej saj dhe friksojuni Allahut, sepse Allahu është i ashpër në dënim. Po ashtu thot Allahu i lartësuar: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thua ju o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu t'u doj juve dhe t'u afal gjinahet. Allahu është falës dhe mëshirëplot. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Dhe në ditën kur zullumçari do të kafshoj duart e tij, duke thënë: sikur të kisha marrë një rrugë me të dërguarin. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul." Ditën kur fytyrat e tyre do të kthehen e përmbysen në zjarr, ata do të thonë: sikur të ishim bindur Allahut dhe të ishim bindur të dërguarit. Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah ka thonë: Allahu ka urdhëruar bindje ndaj të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në më shumë se 30 vende në Kur'an. Ai Allahu subhanahu wa taala e ka lidhur bindjen ndaj pejgamberit me bindjen ndaj vetvetes, dhe ka lidhur kundërshtimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kundërshtim ndaj Allahut. An Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu: "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Qala: "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Rawahu al-Bukhari. Transmeton sahabi i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Të gjithë ummeti im do të hyjnë në xhennet, përveç atij që refuzon." Ata i thanë: "O i dërguari Allahut, e kush është ai që refuzon?" Ai sallallahu alaihi wasallam tha: "Kush më bindet mua do të hyjë në xhennet, e kush më kundërshton, ai veç se ka refuzuar." Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ka thonë: Allahu nuk të do, përveç se nëse ndjek të dashurin e tij në dukje ashtu edhe në brendësi, e vërteton atë në lajmet që ka sjell, i bindesh në urdhrat e tij, i përgjigjesh thirrjes së tij, e preferon atë me dashuri dhe largohesh nga çdo gjykim tjetër përveç gjykimit të tij dhe nga çdo bindje tjetër përveç bindjes ndaj tij. E nëse kjo nuk është kështu, atëherë mos u lodh kot dhe kthehu nga të duash, kërko dritë, sepse nuk je në asgjë, sepse nuk je Abdullah në asgjë. Dhe po ashtu ky Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ka thonë: Nevoja për to është më e madhe se nevoja për frimarjen, e lëre më për ushqim dhe pije, sepse maksimumi që ndodh kur mungon frimarja, ushqimi dhe pija, është vdekja e trupit dhe ndalimi funksionimit të shpirtit ndaj saj, ndërsa ajo që ndodh kur mungon sheriati, është prishja e shpirtit dhe zemrës në tërësi, si dhe shkatrimi i trupave, dhe saj ma thosh dalimi mes kësaj dhe thjesht vdekjes së trupit. Prandaj njerëzit nuk kanë nevojë për asgjë më shumë se sa për njohjen e asaj që ka sjellë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, për zbatimin e saj, për thirrjen drejt saj, për durimin në të dhe për pjekjen e saj,
nuk ka asnjë përmirësim, nuk ka asnjë përmirësim për njerëzit pa këtë, dhe nuk ka rrugë drejt lumturisë dhe fitores së madhe përveç duke kaluar në për këtë rrugë. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وهو حق من حقوق نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.